Në takimin e fundvitit me gazetarë dhe media, drejtori i Institutit Albanologjik të Prishtinës, Naim Berisha, foli për arritjet gjatë këtij viti dhe planet për vitin 2026. Në shifra për gjatë këtij viti, janë organizuar 7 rreza shkencore, 5 konferenca, 3 përurime dhe promovime të botimeve, dhe 3 aktivitete kongrese dhe aktivitete ndërkombëtare. Dhe ndër të dhënat më të rëndësishme, numri dyshifror i botimeve. Janë i lumtur që çdo vit kemi një mesatarë të botimeve nga 20 deri në 30 botime të veçanta çdo vit. Gjatë këtij viti kemi botuar dhe kemi përgatitur për botim, sepse janë edhe pak libra në proces botimi, proces shtypjeje, sepse i kanë kaluar gjitha hallkat tjera, janë 29 vëllime. Instituti Albanologjik Dega Gjuhësisë, bashkë me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, është pjesë e hartimit të fjalorit të madh të gjuhës shqipe, i cili do të publikohet fillimisht online në pjesën e parë të vitit 2026. Në këtë fjalor janë 105.000 zëra të veçanta, 3.500 fjalë të fshehura, rreth 125.000 njësi frazeologjike, 5.000 tokë fjalsha, 1.200 emërtime e shkurtesa, 250 terma të huazuara, 1.650 shprehje të huaja, rreth 250.000 kuptime leksikore. Përpos rregullimit të infrastrukturës fizike në objekt, Instituti Albanologjik për vitin 2026 e ka për synim ndryshimin e domenit të faqes zyrtare nga ORG në RKS, për të pasqyruar statusin institucional dhe për të siguruar hapësirë për publikimin e botimeve.